është fantastike se si në rrjetet sociale ti sheh njëkohësisht dy kahje të ndryshme që bashkëveprojnë dhe bashkëshoqërojnë çdo postim që unë bëj në çdo rrjet social, Facebook, TikTok, YouTube, LinkedIn, Instagram, harmoni e plot e këtyre dy kahjeve. Është njëra palë e cila ndoshta nuk më njeh, ndoshta nuk më ka parë dhe për këtë gjë kanë të gjithë të drejtën e botës, por dhe unë nuk kam faj, sepse ata njohin çdo person të famshëm që del në media, ose ndoshta çdo person të famshëm që mund të jetë viral në rrjetet sociale. Unë nuk e kam famën as nga mediat dhe as nga viraliteti në rrjetet sociale. Unë kam një korsi e cila ecën me atë rregullsinë dhe mundësinë që ka natyra, forma dhe aftësia ime për me komuniku. Qoftë kjo e mirë apo e keqe, pak rëndësi ka, po është ajo që është dhe unë nuk shpik dot një tjetër. Ama mosnjohjen e tyre të gjithë ta e përdorin si goditje, si thumbim, si shpoti. Dhe i nisin komendet e tyre me frazat e tipit: ja, u zgjua ky. Po ti më, nga ishe, nga na dole. Po ti tani u kujtove? Ku ishe deri sot ti? Çfarë po bëje deri tani? Po flije gjumë? S'të kemi parë. Nuk të njohim. Kush je? Njerëz të mirë, unë jam Arian Galdini. Fakti që ju nuk më njihni nuk do të thotë se unë nuk kam bërë asgjë dhe nuk kam ekzistuar para se ju të hasni postimin e radhës që unë kam bërë. Prandaj le të bijem dakord me këtë marrëveshje, me këtë pakt, me këtë ujdi. Nëse keni mundësi, po pat një video, ju lutem imagjinoni që mund të ketë dhe një tjetër. Po pat një video mesazh, ju lutem imagjinoni dhe mendoni se mund të ketë edhe tekstet shkruara. Pra është shumë e thjeshtë. Kur lexoni Arian Galdini, mund të hyni të kërkoni në Facebook Arian Galdini, mund të kërkoni në YouTube Arian Galdini, mund të kërkoni në TikTok Arian Galdini, mund të kërkoni në Instagram Arian Galdini dhe ndoshta do shihni aty që unë këtu kam qenë çdo ditë, pa pushim, këmbgulës, me tekste të shkruara, me live të gjata, por edhe me video mesazhe. Kam qenë këtu, gjithmonë, çdo ditë, pa pushim, jo vetëm në 6 vitet e fundit, por të paktën në 20 vitet e fundit. Tani, pse nuk më njihni shumica prej jush, ose pse 99.99% e shqiptarëve nuk e kanë parë fytyrën time, apo nuk e njohin emrin tim, apo nuk e din aktivizmin tim dhe nuk i njohin idetë e mia. Po shumë e thjeshtë o njerëz të mirë, unë nuk jam në media, nuk jam i famshëm, nuk jam pjesë e lojës, nuk jam pjesë e sistemit, nuk jam pjesë e mekanizmave të cilat të çojnë drejt famës, drejt studiove televizive, drejt banaqeve televizive, drejt lajmit në televizion, apo gazeta, apo portale. Nuk e përcaktoj unë. Çdo televizion, çdo gazet, çdo portal, madje edhe çdo podcast privat apo personali, kujdo, kanë një pronar. Dhe ata e vendosin se kush do t'jetë në valët e tyre, ekranet e tyre, faqet e tyre, apo në blogjet e tyre, apo në rrjetet e tyre. Nuk e vendosun, as imponohem dot, dhe as u amar do të pa leje atë hapësirë që ata kanë. Ata e vendosin bazuar në konjunkturat, interesat dhe ndërlidhjet e tyre politike, apo financiare, apo çfarëdo qofshin. Është e drejta e tyre, pavarësisht se shpeshherë shkel të drejtën tonë të fjalës lirë, pra për me komuniku
shqiptarët me shqiptarët, të lirët me të lirët, por nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Unë di t'ju them këtë, që në djenin time, dhe kjo është e provueshme dhe për ju, po të shihni rrjetet e mia sociale, unë kam qenë çdo ditë në komunikim me ju. E jam përpjekur të jem çdo ditë në komunikim me ju. Herë vetëm, herë me miq, herë me shok, herë me aktivizma, herë me tekstet shkruara, herë me live-et gjata dhe herë me video mesazhe si ky i sotme, i cili do pasohet edhe nga video mesazhe të tjera. Prandaj, kur bëni pyetjen u zgjove, si je, kush je, nga dole ti, u kujtua edhe ky, ju lutem, mirësisht ju lutem, vetëm imagjinoni që ndoshta, në ato platforma ku unë mundem me komuniku, mund të gjeni që kam qenë këtu edhe para pak orësh, edhe para një dite, edhe para çdo dite para kësaj të sotmes, e do vazhdoj të jem këtu edhe në ditët pas kësaj të sotmes. Pra mos ta gjykojmë, mos ta përjashtojmë, mos ta dënojmë dikë për shkak të mosnjohjes. Fakti që ne nuk e njohim dikë, nuk do të thotë që dikush është i pavlefshëm, apo ka qenë në gjumë, apo nuk ka vepruar. Ndonjëherë njerëzit bëjnë maksimumin e tyre të mundshëm me mjetet që kanë në dispozicion. Tani, prap kemi një kahje të dytë, që është e kundërta e kësaj, e cila prap, po një lloj si kjo pjesë e mosnjohjes, nisen nga mënyra e tyre e njohjes. Ja ky, ka 20 vjet, prap ky përpiqet, vazhdon ky, 20 vjet dështime, po përpiqet prap, po përpiqet të shfrytëzoj protestën, apo revolucionin, këtë apo atë, ka dështuar, s'mori asnjë vot, ky dështaku, pra pala që më nje, por që përpiqet që njohjen ta bëj sa më poshtruese, ulse, rrëzuese. O njerëz të mirë, le ta quajmë kështu. Ore ta zëm se është e vërtet që unë kam 20 vite që përpiqem, dhe kam 20 vite që nuk ja dal dot mban. Po e marrim kështu. Ta zëm se unë kam 20 vite që përpiqem dhe nuk marr kokër vote. Nuk ja dal dot mban të tërheq vëmendjen e publikut, të shqiptarëve. Nuk ja dal do të mban të imponohem në ambientin politik shqiptar, nuk ja dal do të mban që të imponohem në realitetin mediatik apo në debatin mediatik shqiptar, nuk ja dal do të mban të imponohem në rrjetet apo në grupet e elitave shqiptare. Okej, ta quajmë kështu. Por unë nuk di, a mund më thoni vallë, a është kjo një arsye që ju t'jeni vazhdimisht kategorizues negativ, vazhdimisht përkufizues negativ të kësaj që bëj unë? Jo përgjithë, sepse është e vërtet që unë një herë të vetme, pra në 25 prill të 2021-shit, kur jam votuar, pra dhe kur kam kërkuar votë në qytetarëve shqiptarë, nuk kam arritur të marr aq vota sa do të më bënin fitues. Por është po aq e vërtet se dështimi im nuk ka qenë për shkak të aftësisë time, dështimi im dhe mosmarrja e votave ka qenë sepse unë nuk kam ekzistuar në media. Po nuk është se jam matur në kushtet barabarta. Mua shqiptarët nuk më kanë njohur dhe mund ma thoni pak, a mund ta votoj një njeri normal, një qytetar normal, dikë që nuk e njeh dhe që nuk e di që ekziston? A ka shanse dhe a ka gjasa të marrë votat dikush i cili nuk ka mundur që ta shfaq apo ta shpalos të plot
veten e tij, idenë e tij dhe doktrinën e tij tek qytetarët? Pra po, unë kam 20 vjet, por ta themi të vërtetën ashtu si është. Unë kam 20 vjet që përpiqem, por diçka që është më e fortë dhe më e madhe se mua e ndalon përpjekjen time në mënyrë të padrejtë për me komuniku me shqiptarët. Dhe edhe nëse ju doni ta quani dështim, kam një pyetje për të gjithë ju. A mundet ma thot një shqiptar i vetëm? A mundet ma thot një qytetar i vetëm? A mundet ma thot një njeri i vetëm në vendin tonë? Nëse dështimi im është dëm për ju, po e marrim si të doni ju, doni të më quani dështuar, unë po e pyes. Ore, a sjell dëm në jetën tuaja dështimi im? Ajo shkakton rritje çmimesh dështimi im? Ajo shkakton rritje inflacionit dështimi im? Ajo sjell grabitje, pronash, tokash, shtëpish, gjobvënie dështimi im? Pra çfarë dëmi i sjell qoftë edhe një shqiptari dështimi im? E po ta mendoni këtë, le të shkojmë edhe pak më tutje prap. Nëse unë jam shqiptari i vetëm në historinë pas 44-s, që dështimet e mia më bëjnë dëm vetëm mua, atëherë ashtu qofsha. Sepse Shqipëria prej 44-s e deri sot ka vuajtur nga ata shqiptarë dështimi të cilëve e ka futur Shqipërinë 7 pash në ndhe, në grop. Dhe po ju bëj pyetjen tjetër që, okej, pra po pranojmë dështimin, sikurse e kategorizoni ju që mos më voton askush, por unë këm ngul, kam 20 vjet që këm ngul. Po, kam 20 vjet që këm ngul dhe kam 20 vjet që nuk ndryshoj, pra do të thotë që kam 20 vjet që nuk shitem, nuk pranoj as ujdi, as pakt, as kompromis me as kënd nga të fuqishmit e vendit tonë. Dhe prap pyetjen për ju e kam, këmbgulja ime për mos me u dorëzu prej dështimit tim, a i bën dëm ndonjërit prej jush? A ju a ul rrogën? A ju a kal bushqimet? A ju a sjell të falsifikuara ilaçet? A ju a sjell të skaduara ilaçet dhe ushqimet? A ju përzë nga dheu? A ju grabit shtëpin? A ju sjell ruspën me ju aprish shavllin dhe shtëpinë dhe tokën dhe hotelin dhe investimin dhe dyqanin? Pra çfarë dëmi ju sjell juve që paska kaq shumë njerëz që duan me çdo kusht të më bëjnë mua të ndihem i turpruar pse pas kam dështuar në 20 vite dhe pse këm ngul për me u ringrit dhe për me e vazhdu këtë ide pa ushit dhe pa e ndryshu ide dhe parimet e mia. Ku është problemi? Për mos të folur pastaj për atë që është pjesa krahasimore. Po mi më dakord, unë nuk marr vota dhe shumë si unë nuk marrin vota në Shqipëri. A mund ma thoni kë votoni ju? Shikoni pak listën e më të votuarve në këto 36 vite, po sidomos që kur ka filluar kjo loja e listave të hapura. Më thoni pak, cilin njeri të shkolluar, të ditur, të urtë, keni në listat e më të votuarve? Më gjeni kush janë njerëzit e ditur, intelektualët, profesorët, akademikët, autorët e librave, shkrimtarët, artistët, që përfshihen në listat e më të votuarve në Shqipëri? Doni t'i marrim me emra? Doni të flasim konkretisht për secilën nga partitë e mëdha dhe për secilën madje edhe po doni edhe partitë e vogla dhe të reja? Kush janë më të votuarit në listat e këtyre partive? Kush? A janë vallë ata të cilët kanë më shumë vlera? A janë vallë ata të cilët kanë më shumë mend? A janë vallë ata të cilët kanë më shumë nder dhe vlerë, apo janë banditët, horrat, batakçinjt, të pasurit, përfaqësuesit e grupeve kriminale të oligarkisë? Kush janë fituesit? Kush i marrin votat në Shqipëri? Se
ti hedhësh balt një njeriu për mungesë votash, në një kohë që këtu basen votash janë vetëm grupet kriminale, janë vetëm horrat. Më duket se nuk bën sens, nuk bën kuptim. Prandaj, unë do t'jem për ditë këtu, unë do të këmgull si për juve që s'më njihni dhe për juve që donit më skualifikoni prej njohjes negative. Sepse dhe ju që pretendoni se keni njohje negative, dhe ju që pretendoni se më njihni, nuk më njihni në fakt. Edhe ju që pretendoni se më njihni si pas porosive të partive tuaja, si pas propagandës partive tuaja, ose si pas sektësis, si përfajsis dhe njohje zigzag, her pas here, tek tu të dal, kur të dal, dhe ta shoh, kur ta shoh, dhe të përpiqem t'i hedh helm dhe vrerë. Por unë do t'jem këtu, sepse e kam ndarë mendjen që do të flas me shqiptarët jo deri 21 gusht për 21 gushtin, por po i ftoj shqiptarët në 21 gusht për vazhdimsinë e 21 gushtit, 22 gushtit e çdo dite më pas. Unë dua të flas me shqiptarët me këtë platformë, me këto rrjete sociale, në këtë mënyrë për Shqipërinë mendojse. Dua të flas me shqiptarët, t'ju vi keq sa doni juve që më njihni negativisht dhe më shani, dhe juve që më shani pse s'më njihni. Unë do t'jem këtu, do flas me ata shqiptarë që duan më njohin dhe që duan të më dëgjojnë. Sa do pak mos u shqetësoni. Unë që juve donit më paraqisni si të panjohur apo si të dështuar, nuk e kam problem fare të jem këmbgulës për me fol me atë pakic njerëzish që zgjedh për me më dëgju mua, dhe ju s'më ndalni dot. Prandaj në 21 gusht, ora 18:00, për ata shqiptarë që duan të dëgjojnë mesazhin tim dhe duan të ndërtojnë me mua një beslidhje të mirëve dhe të merituarve, unë do t'jem në orën 18:00 duke u pritur në sheshin Skënderbej. 21 gusht, ora 18:00 në sheshin Skënderbej, jo për të bërë namin, jo, por për të ndërtuar një beslidhje, për të nisur një rrugtim të ri. Faleminderit.